Bëhu një dentist i vetes, ja si të hiqni gurzat në kushte shtëpie. Depozitat e forta të verdha ose ngjyra kafe në dhëmbë quhet gurza. Sasia e tyre rritet nëse nuk i pastroni që në fazat e para. Në këtë mënyrë do të paraqitem edhe një mënyrë efektive për t'i pastruar gurzat në kushte shtëpie. Përbërësit që ju duhen janë sodë, fill dentar, krip, peroksid hidrogjeni, ujë, furçë dhëmbësh dhe larës antiseptik goje. Hapi i parë. Një lugë gjethe sodë buke përzihet me një gjysmë lugë çaji krip. Me anë të një furçe që e keni lagur më parë me ujë të ngrohtë, aplikoni në dhëmbë sodën për 5 minuta. Një filxhan me peroksid hidrogjeni përzihet një gjysmë filxhani ujë të ngrohtë dhe shplahet goja me të. Hapi i tretë. Përdorni fillin dentar për të hequr gurzat. Kujdesuni që të mos irritoni mishrat e dhëmbëve. Hapi i katërt. Përdorni çdo ditë një larës goje antiseptik për të larguar kështu edhe papastërtitë e tepërta që akumulohen nga ushqimi.